Vdekja e 32 vjeçarit në Bangladesh u përplas nga treni teksa që ndronte mbi shina, fotoja e fundit që postoi në Facebook. Një 32 vjeçar humbi jetën pasi u përplas nga një tren në Bangladesh të dielën në mëngjes. Sipas dëshmitarëve okular që folën për mediat lokale, 32 vjeçari po qëndronte në shinat e trenit për të bërë një selfie, të cilën më pas e ngarkoi në Facebook. Rrëfime të tjera thonë se 32 vjeçari po fliste në telefon kur është goditur nga treni. Kjo u konfirmua nga një zëdhënës i policisë, i cili tha se i ndjeri u vra kur u godit nga një tren në lëvizje ndërsa ishte ulur në shinat e trenit dhe fliste në telefonin e tij celular. 32 vjeçari vdiq menjëherë pasi u godit nga treni që shkonte për në Dhaka, ndërsa hetimet për rrethanat e aksidentit vazhdojnë.